Një incident i rënd ka shkaktuar kaos në një nga aeroportet më të mëdha në Mbretërinë e Bashkuar, pasi një ndjekje policore përfundoi me aksident pranë terminalit kryesor. Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit pranë terminalit 2 të Manchester Airport, kur një automjet që po ndiqej nga policia u përplas me një tjetër në hyrje të terminalit. Aksidenti u regjistrua rreth orës 02:40 minuta, duke shkaktuar ndërprerje të menjëhershme të qarkullimit në këtë pjesë të aeroportit. Sipas policisë së Manchesterit, drejtuesi i automjetit që ishte në ndjekje është transportuar me urgjencë në spital në gjendje të rëndë. Për shkak të vendodhjes së aksidentit, autoritetet vendosën mbylljen e menjëhershme të hyrjes kryesore të terminalit 2, duke devijuar të gjithë trafikun drejt një hyrje tjetër. Kjo situatë shkaktoi vonesa të konsiderueshme dhe radhë të gjata automjetesh, ndërsa udhëtarëve ju kërkua të planifikonin më shumë kohë për të arritur në aeroport. Menaxhmenti i aeroportit paralajmëroi për bllokime dhe kërkoi mirëkuptim nga pasagerët për shkak të situatës së krijuar. Pas rreth 3 orësh ndërhyrjeje dhe menaxhimit të situatës, autoritetet njoftuan rihapjen e hyrjes rreth orës 05:30 minuta, duke rikthyer gradualisht normalitetin në lëvizjen e mjeteve. Hetimet për shkaqet e aksidentit vijojnë, ndërsa policia pritet të zbardhë rrethanat e plota të ndjekjes dhe përplasjes që çojnë në këtë situatë kaotike. Një grup pasagjerësh ka ndërmarrë veprime ligjore ndaj Singapore Airlines pas incidentit të rënd ajror që ndodhi në maj 2024, ku një avion u përball me turbulenca të forta, duke shkaktuar një viktim dhe mbi 100 të plagosur. Padia është ngritur nga Bradley Richards, Benjamin Reed dhe Alison Reed, të cilët ndodheshin në bordin e fluturimit SQ-321 drejt Singaporit. Ata kërkojnë dëmshpërblim për dëmtime fizike dhe traumat e pësuara gjatë incidentit. Ngjarja ndodhi rreth 11 orë pas nisjes së fluturimit 13 orësh, kur avioni tip Boeing 777-300ER u përfshi nga turbulenca të forta mbi Myanmar. Sipas hetimeve paraprake të Transport Safety Investigation Bureau, avioni humbi rreth 54 metra lartësi në vetëm 4 sekonda, një rënje e menjëhershme që shkaktoi panik dhe plagosje të shumta në kabinë. Si pasojë e incidentit, humbi jetën Geoff Kitchen, 73 vjeç, i cili dyshohet se pësoi atak kardiak gjatë momentit dramatik. Ndërkohë, 104 persona u shtruan në spital, ku 20 prej tyre kishin nevojë ndërhyrje kirurgjikale ose trajtim intensiv. Një nga paditësit, Richards, ka deklaruar se u përplas me tavanin e avionit gjatë rënjes së papritur, duke pësuar dëmtime serioze në shtyllën kurrizore dhe qafë, si dhe plag në kokë, që kërkuan qepje. Ai ka rrëfyer se përjetimi ishte si në film, ndërsa përshkroi skena paniku me pasagjerë të gjakosur dhe fëmijë që bërtisnin. Sipas të dhënave nga regjistruesit e fluturimit, ndryshimet e menjëhershme të forcës gravitacionale nga -1.5G në +1.5G bëjnë që shumë pasagjerë të hidhen në ajër dhe më pas të përplasen fort me dyshemen, duke shkaktuar dëmtime të rënda, veçanërisht për ata që nuk kishin vendosur rripat e sigurimit. Kompania ajrore ka deklaruar më herët se pasagjerët me dëmtime të lehta do të kompensohen me $10.000, ndërsa për rastet më të rënda janë parashikuar pagesa paraprake deri në $25.000 si dhe kompensime të personalizuara në vijim. Gjithashtu janë rimbursuar biletat për të gjithë pasagjerët.